Po çka është më tragjike? Këta kanë ardhur në pushtet, tu i akuzu se 20 vjet ju keni vjedhë, keni bëu këto, ndërkohë kur e kanë marrë pushtetin, po tash çka është problemi? Problemi është që edhe këta vetë vendosin, edhe këta e kanë nisë me trongun si çdo populli. Se edhe këta kanë që i bjen skandale, kanë po çka është më tragjike? Këta kanë ardhur në pushtet, tu i akuzu se 20 vjet ju keni vjedhë, keni bëu këto, ndërkohë kur e kanë marrë pushtetin, për shembull senin e parë që unë e kam hetu edhe e kam kuptu që këta nuk janë fort sinqert, për shembull për rastin e këtij si po them rasti Devarit. Astrid Devarit, po. Ke marrë pushtetin, je ministre, e ki krejt mekanizmat për me hulumtu rastin, pse s'pesh ndrit? Kjo tash shtin me dyshu që ti ke pa laf këto. Edhe ke dashur me na mashtru me marrë pushtetin. Ai mos spin. Po më ky argument, ky fakt. Tash do të me gjetë tire. Në këtë procesin e vetë kërkimit të argumenteve të reja. Unë mendoj që vetë vendoset dënë me marrë një farë këtu njëherë LDK-ja që ka pas, patësor, të urt,